Situata është kritike në fshatin Gojan të Pukës, ku një zjarr me përmasa të mëdha ka dalë jashtë kontrollit dhe po kërcënon drejt për drejt banorët dhe banesat në lagjen Pepaj. Për shkak të përparimit të flakëve, autoritetet kanë nisur evakuimin urgjent të banorëve të zonës. Ata janë strehuar përkohësisht pranë shkollës së Gojanit të Madh, larg zonës së rrezikuar. Situata ka shkaktuar panik te banorët, të cilët në përpjekje për të shpëtuar pasurinë e tyre kanë nxjerrë dhe orëndit shtëpiake nga banesa. Përballë përhapjes së shpejtë të flakëve dhe vështirësive për ndërhyrjen nga toka, banorët kanë kërkuar ndërhyrje urgjente nga ajri për të vënë në kontroll zjarrin. Ekipet zjarrfikse dhe efektive të forcave të armatosura po punojnë në terren, por ndërhyrja po vështirësohet ndjeshëm për shkak të terrenit të thyer malor. Situata është bërë edhe më e rrezikshme pasi në zonën e përfshirë nga zjarri kanë nisur të dëgjohen shpërthime të njëpasnjëshme të municioneve të vjetra ushtarake. Të paktën 5 banesa në lagjen Pepaj ndodhen në rrezik të drejt për drejt nga flakët, ndërsa rreth të dendur aty me kanë mbuluar të gjithë zonën. Raportojnë gjithashtu se një prej banesave mund të jetë përfshirë tashmë nga flakët, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për të izoluar zjarrin dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Në kushtet e përkeqësimit të situatës, ndërhyrja nga ajri mbetet një nga kërkesat kryesore për frenimin e përhapjes së flakëve dhe mbrojtjen e zonës së banuar.